Kryeministri Edi Rama zhvilloi këtë të martë një bashkëbisedim me të rinjt në Gjirokastër, ku vuri theksin te rëndësia në rritje e inovacionit dhe teknologjisë në zhvillimin e vendit. Rama tha se bota e inovacionit është në ndryshim të përditshëm, duke kërkuar më shumë angazhim, investime dhe mbështetje financiare, veçanërisht për të rinjt. Ai theksoi rritjen e ndjeshme të interesit për programet e startupeve, si dhe planet për zgjerimin e financimit, zhvillimin e projekteve inovative dhe investimet në inteligjencën artificiale dhe sistemet digjitale në arsim. Teknologjia dhe gjithë risitë e saj sot zotrohen shumë më shumë dhe shumë më shpejt nga më të rinjt. Në ndërkohë që ajo që ne po përpiqemi të bëjmë është që përmes programit të startupeve, që quhet Startup Albania, ne t'i ftojmë të rinjt që të paraqesin propozimet e tyre, të aplikojnë në këtë program dhe për ata të cilët konsiderohen nga një komision ekspertësh si propozime që ja vlen të financohen për të parë pastaj më pas një shtjellim që mund t'i kthejë në pikërisht një hapësirë vetëpunësimi, ne bëjmë këtë gjë dhe do të arrisim masën e financimit. Smart Labet në përshkolla janë pjesë e kësaj mbështetje, sepse hapi një derë, pastaj natyrisht aty jo të gjithë që kapërcenat prag shkojnë tutje, por ata që shkojnë tutje shkojnë. Rama foli gjithashtu për mundësinë për të aplikuar në programin e startupeve, si dhe njoftoi që qeveria do të shtojë laboratorët smart në shkolla.